Pritja prej një viti për të plotësuar kërkesat e taksistëve i ka çuar ata sërish në dyert e Bashkisë së Sarandës. Licencat që shtohen e lëshohen, e parkimet që paksohen, rrëmbimi i punës nga taksist pirat nga bashki të tjera, si dhe terminali publik i Qafgjashtës që vonohet të hyjë në punë prej një viti, ishin ndër kërkesat kryesore që prezantuan taksistët sarandiot të mbledhur para hollit të Bashkisë së Sarandës. Ne sot jemi mbledhur për një dubim paqësor, pasi problemet tona janë shumë të mëdha dhe nuk po gjejnë zgjidhje. Problemet tona janë këto. Edhe një licenca pa kriter, që na është thënë para 3-4 muajsh që nuk do jap licenca, do jap 5 ose 6. Dhe ne e pranuam këtu. Tani kemi dëgjuar që ja dhënë 30-40 licenca. Gjë që ne na ka penalizuar, ne jemi drejt falimentimit si biznes. Pikë 2. Të gjithë makinat në qytetin e Sarandës me furgona, me taksi, me autobuza, konkurrojnë në mënyrë të palishme taksi. Asnjë rekomendacion. Nuk funksionon asgjë. Policia bashkiake nuk merr asnjë mas. Problemi tjetër, terminali u bë, edhe shqyqë që u bë, sepse është një nga terminalet më të mira në Shqipëri. Pse nuk funksionon? Na thanë do vjet mars, iku marsi, prilli, maj, qershori, akoma. Kush lobon që mos të bëhet terminali? Janë shkuar dhe parkimet, janë ato parkime që kanë qenë. Si 100 taksi, si 30 taksi, parkimet e njëjta janë për 20 taksi. Problemi tjetër, taksit e rrethve. Këtu na kanë ardhur mbi 50-60 cop nga taksit e Tiranës. Janë të parkuara, kanë marrë shtëpira me qira dhe vinë konkurrojnë në qytetin e Sarandës. Nuk funksionon asgjë. Absolutisht asgjë. Na i marrin gjithë punën. Edhe hotelet gjithë kanë makinat e tyre. Nuk e di pse s'funksionon kjo punë. Është pjesa e parkimeve që në një moment që jipen taksi pa limit dhe pa kufi, taksit dhe nuk kanë ku të parkojnë. Dhe e fundit nuk e kuptoj ku i çojnë këta njerëz, sepse marrin kredina 30.000 euro që marrin një taksi elektrike, siç është edhe ligji, dhe shpresojnë që këto 30.000 euro t'i nxjerrin kurrë. Dhe shkaktojnë këto problematika, siç i keni dëgjuar dhe herët e tjera, që nuk ka punë, u zun, u rran, siç i jepet për televizora. Nuk kanë munguar as tensione dhe përplasjet e taksistëve protestues para dyerve të Bashkisë së Sarandës, ndërkohë që ata kërkuan të dëgjohen nga kryebashkiaku Oltion Çaçi, ndërsa janë penguar nga forcat të sigurisë dhe policia bashkiake, duke tensionuar situatën. Po të dash, kjo vjen taksit e rretheve. Taksit e rretheve, pse do punoj në Sarandë? Mos punoj do në Tiranë. Pa ikën në Tiranë të krejnë ajër bashkia Tiranë. Policia bashkiake në Tiranë të krejnë ajër. Nuk ka dalë asnjëherë as institucion në teren të shikoj se si kryhet veprimtaria e taksisë. Janë makinat elektrike këto të reja që kanë marrë, vinë gjithë ditën vërdallë në qytet dhe bëjnë xhirokot, duke i shkaktuar dëm dhe qytetit me trafikun dhe policisë qarkullimit. Kjo ka ndodhur. Do vend tabela qytetit taksi. Valla, ti japi nga 10 cop në familje. Ti japi dhe kulisave të vegjël, po ti gjej vend ku ti futi. Le ti japi olla. Ti japi. Ti japi sa të dojë olla, 1 milion olla sa. Po ti japi të sjellë tira. Ti ku ta gjej vetë olla, ta gjej. Ta gjej, nuk ka problem olla, le ti japi. Nuk është marrë asnjë mas. Fugonat e agjencive janë duke punuar në mënyrë të jashtëligjshme. Taksit e Maglarës, me gjithë fugona, ka 4 taksi. Njëkohësisht nga ana e Finikit 4 taksi tip fugon janë parkuar në Sarandë. Kërkojmë një arsye në lidhje me moshapjen e terminalit nga ana e juaj. Taksit pirate të cilat janë të pajisura me licentë, të papajisura me licentë për katse që punojnë në të zezë dhe targat e bardha. Kërkojmë nga ana juaj dhe institucioni bashkisë të merren masa urgjencë sepse jemi drejt falimentimit. Taksistët në mjediset jashtë bashkisë kanë bërë publike një kërkesë ankesë zyrtare me ankesa dhe shqetësimet e tyre, ndërkohë që sezoni turistik ka nisur. Në kërkesat e tyre edhe një mundësi që një përfaqësi e shoqatës së taksistëve të takohen me kryetarin e bashkisë Oltion Çaçi.